E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Sot në fokus është më së shumti në fakt Rogerti, sepse ka bërë më së shumti lëvizje brenda asaj shtëpie. Një marrëdhënie që nuk e besonim në fakt që do të kishte një përfundim të tillë. Një marrëdhënie që nuk e besonim që do të kthehet në armiqësi, por mendoj që Rogerti kundër drejt Juelës është duke luajtur të njëjtën kartë siç e luajti me Artanin. Tani, për kë ka patur Rogerti më shumë nevojë në lojë? Për Juelën apo për Selin? Kjo është pikpyetja më e madhe që bëhet. Unë mendoj që Rogerti e afroi afër vetes Juelën, e mbajti sa i duheshte për të krijuar atë fuqizimin e tij brenda në shtëpi dhe e largoi në mënyrë të natyrshme. Tani kishte ca thashë theme që Rogerti është i dashuruar në Juelën, Rogerti ka filluar të krijojë simpati tek Juela, Rogerti ka filluar të krijojë ndjesi tek Juela, por me lëvizjen e fundit që Rogerti bëri, tregoi që Rogerti nuk e ka dashur asnjëherë Juelën, po thjesht e ka përdor Juelën brenda në lojë. Edhe pse bërtiste brenda në shtëpinë e Big Brotherit që unë dua që të ngrë lart nivelin e femrës së Juelës, të vlerës së Juelës, së njeriu të Juelës. Tani, kjo lëvizje dhe kjo ndarje është thikë me dy presa. E para njëherë, do me thënë, është duke njohur lojtarin e Rogertit, është shumë thjesht të japim një konkluzion që unë e di që nesër mund të na ndryshoj krejtësisht matematikat. Si e logjikoj unë ndarjen e Rogertit dhe Juelës në këtë pikë të lojës dhe në një mënyrë kaq të natyrshme. Do me thënë, fillimisht unë e shoh që Juela ka një pëlqim të jashtëzakonshëm për Rogertin, që del përtej konceptit të lojës, do me thënë del përtej loje, pëlqimi i Juelës, një. E dyta, e shoh që Rogerti mundohej që të bime thiki vetëm në shtëpi dhe Juela mundohej që të bime thike vetme në shtëpi dhe mendoj që në këtë mes banorin që do ta djegin do të jetë Miri, jo Juela. E treta, nga ndarja me Juelën, unë mendoj që Rogerti në logjikën e tij po logjikon që në qoftë se unë largohem nga Juela dhe Juela kthehet armike deri në natën e finales, mendoj që Selin do të më afrohet sa më afër dhe unë do të kem super fuqinë në krah dhe do ta përball Selinën dhe Juelën për ta fortësuar Juelën. Unë personalisht nuk e shoh këtë distancimin e Juelës dhe të Rogertit si një gjë të vërtetë. Do me thënë, nuk e shoh si një gjë që ato të dy vërtet kanë prishur raportet e tyre. Thjesht e shoh si një marrëdhënie pak më të hapur, që të dy do me thënë të jenë të hapur në shtëpi dhe të dy të krijojnë aleanca për t'i shkatëruar. Mendoj që të dy luftojnë për t'u gjitur në finale. Këtë lloj shkatërimi që nuk e kupton dhe e beson dhe mundoj që ta komenton në fakt lart edhe poshtë si shkatërim, si kur është afruar më së shumti me Rogertin, është Miri. Miri beson që këto të dy janë ndarë. Mua nuk më duket e tillë, se duke njohur karakterin e Juelës dhe duke njohur njeriun e Juelës, Juela ndryshe e kishte qasjen dhe ndryshe e kishte afrimitetin me Rogertin dhe ndryshe e kishte afrimitetin me Stenaldën. Do me thënë, janë krejtësisht dy pole të kundërta. Tek Rogerti mendoj që ajo kishte dhe pëlqimin, por kishte dhe atë fuqizimin e saj si banore në lojë. Dhe mendoj që ndarësia e këtyre të dyve do ta fuqizon më së shumti Juelën në këtë grup dhe do ta le të themi defuqizon në këtë rast Mirin, të cilin Rogerti e mban sa më afër vetes për ta goditur edhe më shumë. Si e shikoni ju këtë luftë në fakt që është ndërtuar brenda shtëpisë së Big Brotherit?